Në 21 janar ora 19:30 në Madrid të Spanjës, ekipi vllaznis U14 luan një miqësore të rëndësishme përballë Atletico de Madrid, miqësore prestigjioze kjo për të veçlit e Akademisë Shkodrane, që udhtojnë për të dhënë më të mirë në këtë përballje, thot drejtori i Akademisë Alban Neziri dhe trajneri Ndriçim Shtubina. Ndoshta ndeshja më e madhe e akademisë tonë. Dhe jam i bindur dhe shumë i gëzuar sepse fëmijët e lozin edhe një ndër ndeshjet më të bukura dhe një ndër akademitë më të mira. Jo gjithë sportistat mund të bëhen futbollista, mund të kenë edhe rrymë të tyre në jetën e tyre, por do ta marrë mend sepse ka lidhje një ekipit më të mirë në botë dhe kjo i shërben akademisë tonë dhe sepse puna thashë e kanë madhe sepse ata kishin nevojët e tyre për ditë për klubit tonë dhe i përshtatet klubit tyne, por dije sepse Vllaznia është emri më i madh në Shqipëri dhe vetëm ekip shqiptar si Vllaznia mund të bëjë përshtat këtij klubit të madh. Duke pas parasysh kompleksin e tyne, vetëm kompleksi i tyne ka 12 fusha dhe atë mund ta quajmë stadium, se nuk ishte kompleks. Dhe u stërviqin gati 500 fëmijë në ditë dhe u gjenojnë stërvitin 500 fëmijë çdo ditë dhe çdo gjë të jetë standard, të jetë e mirë organizuar. Jam i bindur sepse kjo grup mosh janë 5-6 lojtarë që janë të gjithë kombëtare dhe shpresojmë që ditën e mërkurë pas ndeshjes 19:30, ditën e ete kemi një salë stërvitore dhe do të jenë gjithë pranishëm, gjithë drejtuesit dhe gjithë tanjet e Akademisë Atletico Madrid për me pa në element që mund të shërbejnë atyne edhe ne, edhe fëmijëve. Si ju dini ka një email zyrtar si ekipi Juves U11, Juventus, do të jetë i Safirion në Shkodër në mars për me zhvillu një ndeshje me U11 e ekipit Vllaznia. Po ashtu në mars në Villarejo, siç e përmendëm më parë, duke pas parasysh ekipi bën një ndeshje shumë të mirë dhe jemi ftuar për U18, jemi ftuar për kampionatin botëror të U18 në Villarejo nga data 9 deri 20 mars. Në prill kemi një ftesë zyrtare nga Glasgow Rangers për ekipin e U15 dhe po ashtu me ekipin Udinezes në maj jemi ftuar me ekipin e U17 për një ndeshje zyrtare fisore në Udine dhe do të kulmojmë me U18 dhe U19 dy ekipe për në Nottingham Forest në qershor, që përsëri na ka një ftesë zyrtare. Pra jemi duke dhënë rëndësi shumë madhe ndeshjeve ndërkombëtare. Gjithmonë kur përmendet emri Vllaznia është diçka tjetër, është dallon prej akademive tjera, organizimi, ndeshjet miqësore që po bëhen janë me ekipe shumë të mëdha nëpër botë. Edhe unë jam munduar më shpjegoj fëmijëve që ta shijojnë ndeshjen edhe të japin maksimumin sepse nuk vijnë shpesh ta ndeshje. Edhe për mua është një privilegj që i drejtoj një skuadër me shumë sportista të mirë, shumë fëmijë të mirë. Unë kam besim që ai brez nëse punojnë, nëse janë durueshëm me stërvitjet edhe me presionin jashtë fushë, ato do ecin shumë para.